të penale me gjyqësi ndërkombëtare që gjyqësia komanduese. Po, gjyqësia Kombeve të Bashkuara. Po TPI që kanë thonë, nëse. E dyta, një fakt notor është që asu që këja dhe asë një faktor shqiptar në Kosovë nuk ka pos kontrol efektiv në territor. Për me pos zinxhir komandus, që me komandu një komandant prej shtabit përgjithshëm, qoftë në Likoca në Kutadione, dikën Kamenic ose në Gilan, do duhet rrugë komunikimi, qoftë fizike, qoftë telekomunikuese. Këto rrugë i ka kontrolu Serbia, policia dhe ushtria serbe. Asë një rrugë komunikuese u që ke janë Kosovë nuk e ka kontrolu. Kjo fakt i cili dëshmon se unë një paralogjet Prishtinës kom jetu në Hajvali, nuk ku mujtë me mërinë Prishtinë pa më nolë 3 herë, 3 post bloqe. Në mon, një kontrol, bastisje, raje në herë, Kutadione edhe fiksim. Për me të lanë thjesht me të shti me lëshu Kosovën ose me bo ato që e kanë bon shqiptarët, që thjesht ja kanë kry pushkën në fundit. Edhe kjo so kur farë tuë për historik, po për kundra zë tha Milaimi ma herët është foqa me ndërë, shma fitore fundit, neve që thot Milaimi përna i kanë një noti se kemi fitu luftën. Sepse pa fitu luftën, Kosova shtet nuk ishë bo. Me një luft humbun, shteti Kosovës kishme qenë një abstraksion, një fiksion që nuk ishë ndërtu asë njëherë. Dhe në fund, që ka po du me thonë, është që le t'i hiqet, edhe unë tash besoj, nuk përdoj fjallën besoj sa shumë me ranë, po du me shpresu që drejtësia oksidentale që kemi mësu nane për shkolla, dhe zotnit që kanë me qenë panelin e gjyqtarëve, kanë me i hedhë poshtë dosjet e palës ndërluftuse. Kur kun bëhet pala ndërluftuse nuk mund me qenë akuzusyet. Sepse je palë në luftime. Ajo Kanagjesh nuk u konë, ajo ka qenë luft. Në Kanagjesh mund me shpjunu dikush diqka, po në luft nuk mundën me shpjunu. Në luft mundet mu vra. Në më thonë. Dhe tash, në thelb, le t'i hiqet kësaj akuze, sponsorizimi rusë, dosjet e bijas, besoni nuk metet kur gjatë. Mos ta përdori atë fjalën që u përdor këtu edhe nga kryeministri Rama, edhe nga Nasimi, por me të vërtetë, hiqja që të dy janë, nuk metet bashku gjon atë akuzë, sepse zinxhiri komandues në Kosovë është dëshmu, po e ritheksoj. Në 2 raste nuk ka ekzistu. Dhe s'ka mujt me ekzistu. Jom dëshmitar i gjallë si para Hagës, si para Zotit, si para shqiptarëve, si para gjithkujt. Nuk ke mujt ti me telekomuniku në Kosovë me një zinxhir. Unë komandues ku gjitha rrugët e komunikimit, kanë qenë blokuar. Po edhe telekomunikimet kanë qenë të kontrollume veç ka një forët. Në Kosovë, administrimi total u ka një servis, por pse cili kush u vronë Kosovë, faj ka Serbia. Sepse shteti, fundi duhet me morë përgjegjësinë për shtetasin e vetë. Në çfarë thonë është kur dhe nga kush është vro. E përmendi reagimin e Edi Ramës, Edi Rama kështu në fjalit saja pash, u duk sikur ka kopju pak zeka ty kështu në gjuhën e komunikimit. Po, a di si